Prisja një përshëndetje nga e jama, sepse mua Lerni më ka kërkuar që unë duke qenë se kjo ka ndodhur tani vonë me mua, ka që Lerni ka marrë një çmim nga një kish. Dhe më tha, Rozi, a mund të më vish, më tha mua, se nuk kam shumë njerëz që të më vinë. Po pse nuk ke shumë njerëz ti, se ti në Tiranë jeton ke vite? Pse them unë që kjo për shembull, që s'ma heq mua dot në mendja, pavarësisht se vetë produksioni, ndoshta nuk i jep informacione se çfarë bëhet jashtë, po mund të jetë ndonjë çerri vogël aty që në dhënë rrëfimit i shpëton ose i thot me informacion pa prezencën e eprorëve të mëdhenj të produksionit. Dhe çfarë bëhet? Para 4 dite, unë kam hedhur këtë foton këtu. Kam hedhur video më saktë, ku kanë thënë për foton që ka dalë Rebeka, Rozana, la erë të Teatr Nikola. Dhe kjo thot që ka ndodhur tani vonë. Ajo është foto vjetër. Tani problemi është këtu. Unë e kuptoj shumë bukur që Rozana tani po e shpjegon mirë. Po këtë e fusi për shembull. Neve po e flet me Aldon që neve ta marrim vesh që ajo foto që keni parë ju ande jashtë nuk është ashtu si mendoni ju, po është kështu si them unë. Pra, ne thjesht kemi pirë vetëm 2 kafe, jo më shumë. Po ku t'ja ngjisni juve këto për shembull? Ku t'ja shkisni ju këto? Ku t'ja shkisni juve? Kush ta tha ty atë për shembull që ti e kape posaçërisht, pikërisht tani në këto 4 ditë të fundit që e publikova atë lloj foto una. Kush të tha aty brenda? Kush i tha kësaj? Kush i tha? I këndoi Hoxha rrëzveshit edhe e kuptoj. Apo ai ishte afërdita e fierit? Apo pa filxhan? Se ti isha unë aty brenda, hajde dese të kisha nxjerr filxhan. Po s'ka ndonjë që shikon filxhan aty. Filxhan shikoj vetëm xhanëm. Po, nëse pa këndësika që muhabet. Muhabeti është këtu. Po ku dash kasi? I tha, tregojnë që kësi histori, si le vërdat si histori. Pse se solët më para? Pa e solët tashin që do një foto. Në mirë, dakord me shpirt dakord. Ciao, mirë pafshim.